që nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian. Nuk ka as një diskutim lidhur me vullnetin ton për të vazhduar në rrugën që ne kemi hapur në pavarësimin e drejtësisë dhe në luftën reale kundër korrupsionit, ashtu si kundër nuk ka asnjë dyshim që në këtë rast nuk jemi përballë një çështje korrupsioni, sepse vetë prokuroria nuk ka ngritur një akuzë për korrupsion, por jemi përballë një çështje në hetim, e cila mund të hetohet lirisht pa as më të voglën pengesë, dhe e përsëris atë që thash edhe përpara grupit parlamentar. Unë inkurajoj prokurorin që të ndjek dhe të hetoj të gjitha pistat ku mund të mendohet se mund të shfaqet gjatë rrugës ferra e korrupsionit. Deri tani nuk jemi përballë një çështje korrupsioni. Kjo është pak, po është shumë e sigurt. Nga ana tjetër, është e vërtetë që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje, nuk është sekret, dhe sikundër besoj e din shumica, por bëjnë sikur se din pakica. Unë në këtë detyrë përfaqësoj Shqipërinë, interesin e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarët, dhe një nga normat e pa diskutueshme të këtij përfaqësimi është që t'i shikoj partnerët në sy, të më shikojnë në sy, në të njëjtën lartësi. As unë nuk më shkon mendja të shikoj njëri nga lart poshtë, po as nuk më shkon mendja të pranoj që të më shikoj njëri nga lart poshtë. Është shumë e thjeshtë. Dhe duhet të them që